Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mbani këtë bim në shtëpi dhe nuk do të vuani kur nga këto sëmundje. Sherebela ka efekt antibakterial dhe antikorpudhor, freskon dhe gjithashtu forcon dhe ndihmon kundër dhimbjeve dhe temperaturave të larta, mund të reduktoj nivelin e glukozës në gjak, gjë që e bën të dobishme tek diabeti. Ka edhe veti të tjera. Mjekët popullore konsiderojnë sherebelën si një ndër ilaçet më të mira. Sherebela që nga lashtësia përdoret për shërimin e gati çdo sëmundje. Shkenca gjithashtu ka dëshmuar se sherebela ka një veprim antibakterial dhe antikërpudhor dhe freskon dhe gjithashtu forcon, ndihmon kundër dhimbjeve dhe temperaturave të larta. Nga ana tjetër mundet gjithashtu që të reduktoj edhe nivelin e glukozës në gjak, gjë që e bën tepër të dobishme tek diabeti. Gjithashtu praktika ka treguar që në mënyrë të shkëlqyer ajo pastron gjakun dhe po ashtu ndihmon në nxjerrjen e sekrecioneve nga organizmi. Në mënyrë pozitive ajo ndihmon edhe në qarkullimin kundër gjakderdhjes dhe inflamacioneve. Sherebela gjithashtu ndihmon edhe kundër të vjellave dhe gjithashtu, sipas ekspertëve, sherebela ndihmon edhe kundër diarresë së shpeshtuar dhe për këtë arsye është më mirë se çdo bim tjetër që ndihmon në punën e zorrëve dhe të stomakut. Në mënyrë të favorshme ndikon në problemet femërore. Ka efekt antikërpudhor dhe ndihmon tek rregullimi i menstruacioneve, vendos ekuilibrin hormonal dhe parandalon problemet e menopauzës. Acidet lyrore të cilat gjenden tek sherebela kanë veti antiseptike, antivirale dhe antimykotike. Çaji i sherebelës me mjaltë dhe gjithashtu lëng limoni mbetet një përbërje shumë e mirë për gargar, për bajame dhe grykët e skuqura. Madje mundet të përdoret edhe nga tenorë të ndryshëm për të përmirësuar performancën vokale. Ndërshekuj, çaji i sherebelës është përdorur për të kthjelluar mendjen dhe për të stimuluar funksionin e trurit. Sipas studimeve duket se sherebela mundet që të ketë efekt pozitiv për pacientët të cilët vuajnë nga sëmundja e Alzheimerit. Si të bëni lëng sherebele? Ju duhet një kupë e gjysmë gjethe sherebel të freskët, 1 litër ujë dhe 10 kokra star anise. Zieni gjethet në ujë për rreth 15 minuta. Kullojeni dhe derdheni lëngun në një shishe sterile dhe mbylleni mirë. Përdoreni si freskim të fytyrës për të pastruar lëkurën me një pambuk, të cilin më pas e keni zhytur në të, ashtu për të dhënë një aromë tepër të këndshme në trupin tuaj. Bëni një çaj me një kupë ujë e cila zien dhe një lugë të vogël sherebel të tharë ose 2 lugë të freskët. Lëreni për 5 minuta. Kullojeni dhe hidheni pak mjaltë dhe pak limon. Pijeni çajin e sherebelës një herë në ditë nga një kupë për 10 ditë radhazi. Bëni pushim 3 deri në 4 ditë dhe më pas rinisni. Kujdes, gratë shtatzëna dhe ato të cilat ushqejnë fëmijët me gjy nuk duhet të përdorin çajin e sherebelës pasi mund të ndikojë në kontraksione të uterusit si edhe në uljen e qumshtit të gjirit. Sherebela konsiderohet si një nga bimët më shëruese në botë dhe karakterizohet një nga ilaçet më të mira. Kjo bimë rritet në shpate gëlqërore në kullota nga zonat e ulta deri tek ato alpine. Gjethet e saj përmbajnë vaj esencial 2%, saponine, alkaloide, lëndë rregjëse dhe rrëshirë. Çaji përftuar nga sherebela përdoret për pastrimin e gjakut, kundër djersitjes gjatë natës dhe gjithashtu shkenca moderne ka dëshmuar se sherebela ka veprim antibakterial dhe njëkohësisht antikërpudhor, freskon dhe gjithashtu forcon dhe ndihmon kundër dhimbjeve dhe temperaturave të larta të cilat munden që të ndikojnë dhe të reduktojnë nivelin e glukozës në gjak, gjë që e bën atë të dobishme për diabetin. Gjithashtu, çaji i sherebelës me mjaltë dhe me lëng limoni mbetet një solucion shumë i mirë për gargar, për bajamet e inflamuara dhe grykët e skuqura.
Madje mund të përdoret nga tenor të ndryshëm për të përmirësuar performancën tuaj vokale. Kohët e fundit është dëshmuar se sherebela e përmirëson kujtesën dhe gjithashtu ndikon kundër sëmundjes së Alzheimerit. Praktika ka treguar që në mënyrë të shkëlqyeshme pastron gjakun dhe po ashtu ndihmon tek nxjerrja e sekrecionit nga organizmi. Në këtë mënyrë pozitive gjithashtu ndikon në qarkullim kundër gjakderdhjes dhe inflamacionit. Për shkak të veprimit të vet antiseptik përdoret në shërimin e aftit, erës së pakëndshme, problemeve me fytë dhe bajame dhe gjithashtu qelbëzimit të mishrave të dhëmbëve. Nëse keni probleme të tilla, atëherë pini çaj nga sherebela. Sherebela gjithashtu ndikon edhe kundër të vjellave dhe diarresë së shpeshtuar, ndërsa më mirë se çdo bimë tjetër ndihmon punën e zorrëve dhe të stomakut. Në një mënyrë tepër të favorshme ndikon në problemet femërore, përmirëson gjithashtu rregullimin e menstruacioneve dhe vendos ekuilibrin hormonal dhe parandalon problemet e menopauzës. Sherebela ndihmon edhe në punën e veshkave dhe parandalon formimin e edemave në to. Ja përse sherebela e meriton emrin që mjekët popullor i kanë vënë. Ndërkohë, sherebela ka efekte të pabesueshme, ka aftësi antiinflamatore, antioksiduese dhe antimikrobiale, por gjithashtu ndihmon edhe në hapjen e oreksit. Për shkak të këtyre cilësive, çaji i sherebelës ka shumë veti shëndetësore. Antioksiduesit gjithashtu shërbejnë si një pastrues për të hequr radikalet e lira të metabolizmit dhe toksinat e tjera nga trupi. Antioksiduesit ndalojnë radikalet e lira që të sulmojnë indet qelizore, duke ndaluar në këtë mënyrë plakjen e parakohshme dhe rrezikun ndaj sëmundjeve kardiovaskulare apo sëmundjeve të këqija. Sipas ekspertëve, çaji i sherebelës për këtë arsye është një burim tepër i fuqishëm, me antioksidant që ndihmon për të mbajtur larg efektet shkatëruese të radikaleve të lira. Mëlçi më e shëndetshme. Efektet antioksiduese të çajit të sherebelës munden që të përmirësojnë funksionet jetësore të mëlçisë. Një studim i publikuar tregon se çaji i sherebelës u përdor në vend të ujit për 14 ditë. Rezultatet treguan një rritje të ujit për 14 ditë. Rezultatet treguan se 24% e nivelit të antioksidantëve në mëlçi është rritur. Çaji i sherebelës gjithashtu tregoi efekt pozitiv në mbrojtjen e lipideve të mëlçisë nga dëmtimet e shkaktuara nga toksinat e mëlçisë. Sipas ekspertëve, një studim tjetër i indeve qelizore zbuloi se ekstraktet e sherebelës parandalojnë shpenzimin e koenzimave të oksidit, të cilat janë përbërës tepër të rëndësishëm në antioksidimin e mëlçisë me rreth 62%. Problemet e menopauzës do të reduktohen nga çaji i sherebelës dhe ky zbulim erdhi nga një studim i publikuar në qershor të vitit 2011, ku pjesëmarrësit në studim morën çdo ditë një suplement të gjethes së sherebelës për 8 javë. Rezultatet treguan një rënje të afshëve prej 64% brenda 8 javëve, me disa raste të eliminimit të plotë të afshëve. Simptomat të tjera të menopauzës, duke përfshirë ato psikologjike dhe urinare, gjithashtu u bën objekt i përmirësimeve. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethonave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen
edhe shokët tuaj. Faleminderit.